Tani Elbasani ka qenë një ecori të mirë, nuk themi shumë të mirë, por pothuajse 80% të ndërtimit dhe të ndeshjeve i ka bërë në mënyrë shkëlqyer. Ka pas mungesa, ndoshta edhe në dëmtime, ka qenë një bosh edhe një, kështu që tani duhet që sezonin e ardhshëm të japi një kontribut më të madh, si në mes fushor, si në mes fush, ashtu edhe në sulm, dhe mbrojtja duhet përforcuar çik më tepër. I uroj që duhet ketë grinta më tepër, një shpirt gare dhe një harmoni mes njëri tjetrit, që të krijojnë një filharmonik edhe një grup të denj që vitin e ardhshëm të jenë më të kompletuar dhe më dhe dignitet. Vetëm këtë do të shtoja, edhe e kam si ashtu, vetëm të ketë një grind shumë, edhe një mirë përplasje, edhe një përgatitje fizike shumë më të mirë se sa këtë vit që shkoi. Nuk them që për Kupat e Evropës, për vetë arsyen se niveli nuk është në gjendje 100%. Ne duhen ca përforcime që mund të bëj, ndërhyrje në merkato, dhe ndoshta në këtë vit që vjen shpresoj që disa ndërhyrje mund të bëj, sidomos mes fusha dhe sulmi ka nevojë çik më tepër se sa mbrojtja. Ndërsa në anën e mbrojtjes jam i kënaqur, nuk është se, por duhet çik më forcë edhe më grinta, ashtu si thash, që të jetë me kundërshtarin, me çdo lloj ekipi. Edhe nuk duhet nënvlezu që një ekip është më i dobët, po të gjithë duan marrë njësoj, që të gjithë të kenë një nivel. Ka dhe nuhatje, por tani themi që duhet kesh edhe çik përgatitje fizike për të ardhmen.